Pra po flisnim për finalistët dhe njëri prej tyre që ishte Laerti dhe deklaratën e tij të fundit. Megjithatë, dy finalistë të tjerë, Egli dhe Rozana, sigurisht që Egli e përgëzoi dhe ishte shumë entuziaste për fitoren e gjestit, po edhe Rozana, pasi doli e dyta dhe gjesti u shpall fitues, pati një lloj tjetër qasje, një tjetër reagim. Edhe mua më duk shumë dinjitoze si humbje, sepse as në politik nuk kemi parë humbësit që të përgëzojnë ata që janë fitues edhe mendova që po, ja arritëm. Në Shqipërinë po ndodhe edhe kjo. Edhe se konsiderova si tip lloj humbje se ndonjëherë dalësh edhe i dyti është më fitore sa dalësh i pari, është gjithmonë ai motivi pastaj për të ndjekur rrugët e tjera për të triumfuar. Kështu që nuk është e marrë, tek e fundit kishim për herë të parë një mbyllje të dritave ku ishin dy persona të setë mbyllur. Po, dhe kishte domethënie shumë të bukur, po. Që meritonin që dytë bashkë. Po, ndaj të njëjtin mendim, mendoj që Rozi e përballoi shumë mirë vendin e dytë, ashtu siç ka përballuar në fakt të gjithë Bigun. Un kam qenë pro shumë situatave për Rozin. Patjetër që ka gjithmonë një fitues që domethënë duhet të jetë, edhe tregoi shumë qytetari nga ana e saj që nuk mbajti më inate dhe un mendoj që Rozi e ka fituar Big Brotherin e saj, mbi të gjitha dhe me surprizën që Big Brother i bëri për suportin që do të ketë për sa i përket ëndrrës së saj për të pasur një fëmijë, kështu që mendoj që është një lloj fitorie shumë e madhe. Ne Rozin e njohim dhe e ke parasysh ku një njeri ti e di, domethënë pak a shumë sa fani është edhe gjitha dhe nuk është ai personazhi që ne do habitemi nga Rozi se e njohim. Po gjithsesi e prezantoi mirë, domethënë veten e saj deri në fund, mendoj. Është vërtet nuk të habiti në asnjë moment që të thojë ti, "Ua, po pse është shfaqur kështu, nuk të ka zgënjur në asnjë sekond." Nuk më habiti. Njeriu të del edhe ndonjëherë nga vetja. Patjetër Është vërtet që ka qenë pak arrogante në fillim? Ose është marr, ose ju është dukur një pjesë të publikut ndoshta që nuk kishin mundësi ta shihnin 24 orë në shtat si arrogant? Kemi të bëjmë me një reality show. Edhe ne në jetën e përditshme nuk bëhemi arrogant në përditshmërinë tonë. Është shumë normale, pastaj TikTokat, Instagramat e këto nëse dëshirojnë që t'i marrin ato sekuencat dhe fakt që do dalin, ajo gjithmonë pastaj bëhet nga shumica e simpatizuesve kush ka më shumë dhe aq më virale bëhet video, po ne që ndjekim Bigun vazhdimisht pak a shumë arrim që ta bëjmë një analizë më detajuar. Edhe mënyrën e të luajturit, po. Fiks, edhe për këtë kemi pasur edhe shpesh herë edhe ndeshje nga fansat e personazheve brenda, sepse ti përdesa flet një realitet dhe ata shohin vetëm një video e cila hidhet në TikTok apo në Instagram, ata bazohen gjithmonë 100% tek ajo se çka kanë pa, një video e vetme, ndoshta mund të ketë çet 10 sekondëshe. Në cilat momente e gëzon të zhdukur shumë stratege? Kur ka rifilluar shumë stratege më zhdukur në ato momente sepse kjo filloi një lojë në fakt me Laertin, mirë po e pasi Laerti nuk po ec drejt rrugës që mund t'i përshtatet lojës së saj dhe në momenti kur erdhi gjesti ajo e spikati më një herë. Po, e vështirë më e bukur, aty ishte strategjia më e madhe. Fiks më duket se tha edhe njëri nga opinionistët, po sikur edhe Gerta kishte përdorur lojën që të qëndronte gjestit. E përdori edhe Gerta. E përdori po. Nuk i funksionoi dhe është pun fati edhe këto. Gerta në fillim kur hyri gjesti qarkullonin video në internet, se un jam një çik shumë publik interneti me thënë drejtën, që krahasoi sikur Gerta kishte një çunin e saj të vogël gjestin, edhe Gerta ka bërë maksimumin e saj për të afruar gjestin. Por duke qenë se Gerta e tregoi edhe në Big Brother si personazh, ka pak problem me approachin, me krijimin e marrëdhënieve. Se nuk krijoi marrëdhënie të forta aty. Ka krijuar, se tani që kanë dalë janë një grup që rrin bashkë. Çfarë kanë dalë tani? Në 100 ditë domethënë ajo nuk është se pati ndonjë misi të fortë, po themi. Por jo që Gerta dhe zgjuarësia e saj si lojtare, që duhet themi që ka qenë një lojtare e zgjuar, nuk e nuhati, domethënë që faktin që po të bëjë me gjestin do ishte diçka interesante, nuk vazhdoi sepse gjesti normalisht nuk bë më sot me Rozanën. Ndoshta ju kthye kundër se ai zgjodhi Rozanën? Mund të jetë edhe kjo, po edhe këtu është çështje fati, sepse po të marrim të krahasojmë edhe bigat e tjerë, po të rije afër një të fortë, gjithmonë e konsideruar si ushtar i tij dhe do ketë mundur dalë edhe më herët. Kështu që më varet se si zhvillohet loja, edhe në çfarë pjesë të lojës je. Egli si të zhdukur Egzon? Një frimarje e kam besuar pafundësisht në ndjenjat e saj. Edhe kështu që vazhdoj akoma të besoj, po sikur të ishte përqendruar. Kjo loja, edhe për kjo loja, kjo ndjenja e saj ka shi gjestit është apo nuk është reale, ne e marrim si tjetë reale sepse unë besoj,
por kam përshtypjen se ka favorizuar goxha shumë. Dhe kështu që si në fillim Egli ka qenë pak më ndryshe, konsiderohej një vajzë fortë, një vajzë artikuluar, me argumente shumë të forta. Një vajzë që vë kufit, duke u nisur dhe nga raporti që pati me argumentonte shumë bukur, fliste dhe pranë shumë bukur. Ka argumentuar dhe ka folur bukur. Edhe në momentet më të vështira. Ne mendonim që mase pa gestin edhe mund të ecte më shumë. Çfarë dinamika do krijonte pa gestin? Po ku do shkonte më shumë pra vajtin finale? Jo, pa gestin. Parasysh pa gestin, çfarë do bënte pa gestin? Çfarë dinamikash do krijonte? Po mund të fliste bukur, kishte argumente të bukura. Po bukur fliste edhe Aldo, zemra apo doli. Është bukur fliste edhe Rozana. Pra finale. Bukur fliste edhe Laerti. Po Rozanos nuk i duhet një raport. Bukur fliste edhe Loredana, kishte atë lezetin. Secili ka patur kanë qenë shumë personazhe këtë vit, ke shumë të drejtë. Unë mendoj që Egli ti ka bërë mirë, domethënë marrëdhënia me Gjestin, mendoj që kjo pjesa e të folurit mirë dhe të artikuluarit do zbej me kohën sepse publiku do show. Egli tregoi një figurë në ekstrem. Unë mendoj që këto show duan figura ekstreme dhe bravo i qoftë atyre që kanë guximin të jenë. Ajo ishte me të gjitha ngjyrat, le të themi, anët e bukura po dhe anët e errta të një personi. Ishte banorja e parë në historinë e Big Brotherit që doli dhe bërtiti më të madhe pëlqimin për një djalë brenda dhe i qëndroi deri në fund. Pra ne kishim parë gjithmonë historira që djali shkon bajs vajzës, Luizi mbas Kiarës, e pafund histori Romeo, Heidi, domethënë dhe një ekstrem të tillë ne nuk e kishim parë. Pra ajo e theu, tani çfarëdo që të ndodhi më vonë ne e kemi parë një herë te Egli, nuk na bën më shumë përshtypje. Dhe të gjitha videot dhe të gjitha gjërat ajo i dha shumë hype gjës. Se ishte një gjë që shqiptarët nuk e kishin parë dhe u shokuan, thanë, "Ua, si ka mundsi një vajzë ta bëj këtë?" Po mirë ta bëj, po ta bëjmë publik, ta bëjmë Big Brother, të shaj, të bëj. Dhe nga ana show ishte shumë e bukur, por dhe nga ana e asaj çfarë përfaqësoi ajo, që vendosi të jetë vetja dhe ta bëj, pra është për ta vlerësuar. Dhe unë mendoj që në atë show duhet jesh ekstrem. Nëse duhet jesh all in. Po mendon që dashuria do eci në lidhje këtyre, si mendoni ju, sipas e gëzon ti që ke këto lidhjet e tua sekrete nga Kosova, çfarë po ndodh? Nëse ka dashur personin e gabuar dhe ka shprehur kaq shumë, para mendoje Egli se çfarë do të bëj kur do të doj personin e duhur, kur të jetë me personin e duhur. Është ky personi i duhur? Për Eglin. Pa jo e di vetë, tash ai di si kemi ngele dhe ne në një dilemë kohëve të fundit se nuk dimë as çfarë thonë. Mendoj që ata tani do ta njohin veten. Po prandaj them, a do eci sipas jush? A do ketë vjen si? Do ta shohim. Po. Atëherë, duke nuk parë është se besoj shumë. Duke parë kontakte më fal Pamela në Kosovë se dolën lajme ditën e djeshme që pas 100 sa ditë ka ndetur izoluar Gjesti, ka shkuar në shtëpinë e tij. Ke ndonjë lajm? Po, ke ndonjë lajm andej? Pas se shumica e mediave dhe atë ishin marrë, kishin shku, po sidoqë që tash mundohet çdo kush me rujt atë privatësinë sepse është kulmi i famës së tij. Dhe kështu që asnjë intervistë vetëm nuk ishte arritur të realizojë. Po, domethënë kolegët e tu në Kosovë nuk ja dolën. Nuk ja dolën dot. Nuk ja dolën. Bisedova me ca prej tyre, por thanë mos u lodhë. Tash është kulmi. Është kulmi dhe mundohet që të jetë sa më pak i pranishëm nëpër media, por neve do kemi kënaqësinë sepse do kemi në Top Channel në Portokalli, kështu që mos harroj. Do të jetë këtë të diel në Portokalli. Po Pamela, çfarë po thoshte për lidhjen? Po thoja për Gjestin në fakt, po thoja që diçka nuk më rrinte. Në gjithë marrëdhënien e atij me Eglin, edhe mbas sidomos në javën e fundit, domethënë kam filluar të dyshoj unë si shikuese se nuk ai mund ta jetonte dashurinë me Eglin dhe ai gjithmonë i vinte barriera. Domethënë gjithkohës, barriera që s'kishte nevojë të vinte. Okej, po themi në kontekst lojës, po sikur dashdonte. Po jo, përveç asaj. Unë mendoj që me lule nga mjesi ndar. Jo, s'është puna me lule. Unë mendoj që Gjesti ka diçka jashtë të pambyllur. Që ka mendoj unë, ndoshta s'është e vërtet. Tani, unë mendoj që edhe në lidhjen që ka pasur me Xhenetën, ka dalë nga shtëpia, i ka thënë Xhenetës u kryq çdo sen se s'është marrë me Xhenetën. Edhe Egli në një farë forme ka bërë një lloj romance, nuk ka dashur ta rëndoj sepse e ka parë që Egli është shumë e dashuruar dhe nuk ka dashur ta lëndoj. Dhe të gjitha tërheqjet e tij, pra nuk ka mundur ndoshta ta bëjë atë lojën shumë hapur me Eglin sepse Egli vërtet e ka dashur dhe ai e ka perceptuar se Gjesti është shumë inteligjent. Por tërheqjet e Gjestit, kur Egli thoshte në fund, "O çuni dashur, nuk po kërkoj asgjë, le ta jetojmë." Dhe ai prapë i thoshte, "Jo s'të du, më duket sikur thjesht s'të dhe hajde po ta." I ka thënë, "Shiko, e dashur, unë do i bëj Lora, mund të bëj dhe lidhje, por unë do vi tek ti." Do vi tek ti dhe fitore. Unë fakt do t'jap një definicion, kështu. Ai e do
por nuk e dashuron. E do si njeri. Ai do si njeri. Po, ajo shumë e dukshme që ai e do si vajzë dhe si njeri, por përveç se nuk e dashuron, ti edhe nëse nuk e dashron një njeri, ti mund t'i japësh një shans, pra të thuash, "Ok, le ta provojmë." Dhe ai sikur e pegonte gjithkohën dhe kjo pengesë që ai bënte, mund të bëjë ai të ketë një të tretë. Ndoshta nuk e ka, ndoshta mund ta ketë në mendje. Insistimi i vazhdueshëm i saj krijon pak e çik dilema se tu insistim në fund e Egli sot shumë natyrshëm. Nuk është se i bëri, ishte ai që u kthye. Në fund, un prandaj po them që un nuk e kam nuk hatu këtë gjë në fillim, por në fund 2 ditë e fundit të finales ai vazhdon ti thoshte do të bëj blok kur dalësh. Ishte e tepërt. Po mund të ketë qenë debatut. Po janë këto batut. Po nuk e çaj, nuk e çaj. Po ti shumë po e apo shaka e gjysmë vërtetës. Me thënë të drejtën tek festa post ishin bashkë, kështu që nuk ishin bashkë në fillim. Hajde le të shih se mirë në detaj më të vogël. Do të bazon në diçka tjetër. Nuk ishin bashkë në fillim. Po tani Egli ishte te parukieri, se i dim këto gjëra. Sa është rregullues, sa ka bë grim. Jemi bërë kaq detajista sepse po flitej tash. Nëna e Gjesit po qëndronte shumë skeptike ndaj Eglit. Po, e vërtet ishte ajo duke, tani pse ta ketë natyrën, ajo kishte natyrën e Gjesin. Ne kurse e njohim atë si personazh, si person që ta gjykojmë dhe ta dim. Dhe në fakt ishte takimi i tyre i parë. Po, e vërtet. Do jeshti hajde të putse përpara kamerave, do më dukej ashtu edhe më fake. Po mirë që ka qëndruar ashtu se sa ta kapte ta përçafonte në syt publikut, e dukej me kin se hajde nuk se i merre. Publicitet. Teksa po dëgjoja këtë spotin edhe teksa do presim Gigi dhe Alesion të na vinë në Tiranë, për mua brezin e 35 plus është një nostalgji shumë e madhe, por ky edicion për të cilin ne po flasim në fakt ka pasur më shumë këngëtar dhe më shumë artist, të paktën kështu është dukur. Pra kemi pas shumë këngëtar.